Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetje tona të sinqerta mbi vunën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona, shoqëria që ndryshoi botën, pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe sahabët e tij. Sonte me lejen e Allahut të lartësuar do të e tregojmë ndodhinë e 9 që kishte ndodhur mes Xhabirit radhiyallahu anhu dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për këtë ndodhi apo për këtë tregim kanë ardhur më shumë se 9 hadithe që janë të sakta që flasin për këtë ndodhi, dhe këto hadithe janë tek Imam Buhariu, por ne do t'i lexojmë me lejen e Allahut vetëm 3 prej tyre dhe më pastaj një shpjegim të shkurtër që i kanë dhënë ulemaja, pra dietarët, këtij tregimi dhe në fund çfarë do bie nxirret prej këtij tregimi. Hadithin e parë tham, pra janë më shumë se 9 hadithe që transmeton vetë Xhabiri radhiyallahu anhu, e që është tek Imam Buhariu me numër dorë 21-27, ku thot Xhabiri radhiyallahu anhu se baba im, pra Abdullahu kur vdiq, më kalon një borxh dhe shkova tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkova prej të dërguarit të Allahut që i dërguari i Allahut të ndërmjetësonte tek borxhlinjët, pra që të ma shtynin vadën e borxhit apo edhe të ma falnin tër borxhin. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam kërkoi për tyre që të ma shtynin borxhin për një afat, për një kohë të afatizuar, mirë po një gjë të tillë thot të gjithë refuzuan. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj më tha: o Xhabir, shko dhe klasifikoj hurmat që i ki ti në atë kopsht, pra llojin ajve mbledhe me një vend, pastaj pjesën e llojin tjetër idhk ibn Zeid me një vend, Rutabin me një vend. Kur ti mbledh dhe kur ti e klasifikon, pastaj dërgoje dikën që të më thirrmu. Thot Xhabiri radhiyallahu anhu, kështu dhe veprova, pasi i klasifikova hurmat, e qova një prej njerëzve të mi për ta thirrur pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe pastaj i dërguari i Allahut erdhi dhe u ul aty ku i kisha ndarë hurmat, dhe pastaj pejgamberi Zot më tha: o Xhabir, matja apo mate për secilin borxhli pjesën apo hisën e vet dhe ndaje dhe jepja secilit borxhli atë që i takon. Dhe kështu thot Xhabiri radhiyallahu anhu, veprova sa që shihej, pra ajo turme vogël e hurmave që kisha nuk u harxhu as pak, pra u kthyn borxhi dhe mbet një pjesë prej saj. Me një transmetim tjetër ka ardhur që vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra ka qenë ai i cili u ka ndarë borxhlinëve të Xhabirit borxhin, pra u ka kthyer borxhin duke u matur derisa ka përfunduar, pra i është kthyer i gjithë borxhi i Xhabirit që kishte marrë përsipër për kthimin e atij borxhi. Me një transmetim tjetër, o vëllezër, ka ardhur sa që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: Xhabir, ndaje qoftë edhe një deg derisa t'ja u kthesh borxhin gjithë atyre borxhlinjeve që ai borxh ju takon atyre. Hadithin tjetër që është përsëri nga Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili thotë se kur vdiq baba jam, pas vetës më kalon 9 motra edhe më kalon borxh për t'ja kthyer. Dhe baba im kishte marrë për një hebreu 30 eusuk, që i bie 90 kg të hurmave. Edhe thot Xhabiri radhiyallahu anhu, thot unë kërkova prej hebreut që të merr prej hurmave aq sa kisha, sepse kopshtin që e ka pas Xhabiri, pra nuk kanë mjaftu për me kthy borxhin që baba i t'i ja kalon, se nuk i ka pas vetëm ti hebreut borxh, por ka pas më shumë se një personit borxh. Merre një pjesë të borxhit dhe pastaj ka kërkuar Xhabiri radhiyallahu anhu që pjesën tjetër t'ja fal ose t'ja shtyn afatin, mirë po ai ka refuzuar. Pastaj Xhabiri radhiyallahu anhu ka shku tek i dërguari i Allahut, ka kërkuar që pejgamberi sa më ndërmjetësu, kështu që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra ka kërkuar prej hebreut që të merr një pjesë të borxhit dhe pjesën tjetër t'ja fal ose t'ja
t'ja shtyn, mirë po ai ka refuzuar një gjë të tillë. Pastaj dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në përkopshtin e Xhabirit dhe e ka lutur Allahun e lartësuar për bereqet, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Xhabirit: o Xhabir, vili hurmat e tua, jepja secilit atë hise, atë borxh që i takon. Dhe kështu thot Xhabiri radiallahu, thot veprova ashtu siç më tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot ja ktheva, thot hebreut 30 eusak, pra 90 kg prej hurmave axhve, dhe thot më ka mbet 17 tjera, që i bie 51 kg tjetër i ka mbet Xhabirit. Dhe pastaj Xhabiri ka shku tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për t'i treguar atë se çfarë kishte ndodhur. Dhe thot Xhabiri radiallahu anhu, shkova dhe i dërguari i Allahut ka qenë duke falur namazin e ikindis, e kam pritur derisa kam mbaruar namazin, dhe pastaj i kam tregu: o i dërguari i Allahut, se kështu ka ndodhur me borxhin tim. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: o Xhabir, shko dhe tregoj Omerit radiallahu anhu se tam janë më shumë se 9 transmetime të kësaj ndodhie. Me një transmetim që do të përmendet, ka qenë së bashku dhe Omeri me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj thot Xhabiri, shkova dhe i tregova, thot Omerit, për atë se çfarë kishte ndodhur, ndërsa Omeri ma ktheu: o Xhabir, që në momentin kur e kam pasur i dërguari i Allahut ka hyrë në mesin e hurmave, domethënë mesin e palmave, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra është lutur për ta, e kanë ditur se do të zbret bereqeti i Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu me numrin dorë 2396. Dhe hadithi i tretë që ka të bëjë me këtë temë është përsëri hadithi i Xhabirit radiallahu anhu, i cili thotë se baba jam ka qenë prej të parëve i cili është vrarë në betejën e Uhudit si shahid. Dhe pas vrasjes së babës tim, thotë, krejt brozhlinët mu vërsulën dhe gjithë e kërkonin borxhin për me. Thot, kum pas një presion të madh prej borxhlinjeve. Derisa, thot, shkova tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, kum bisedu me pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasalam ka kërku prej borxhlinjeve që të marrin hisën e tyre, arsa kishte hurmave Xhabiri radiallahu anhu në atë kopsht, pjesën tjetër ose t'ja falin Xhabirit, ose t'ja shtynin vadën për një kohë, pra me e pagu. Mirë po secili prej tyre ka refuzuar dhe secili prej tyre ka kërkuar që ta merr hisën e tij të plot. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka hyrë në kopshtin e Xhabirit dhe është lut i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për bereqet në atë kopsht. Dhe pastaj ka thonë Xhabirit radiallahu anhu: o Xhabir, do të vijmë nesër inshallah. Dhe kështu që të nesërmen i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është futur në kopshtin e Xhabirit aty dhe është vrejtur bereqeti që Allah subhanahu wa taala pra ja ka pranuar lutjen pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj thot Xhabiri: i tubova gjithë borxhlinjet, u aktheva gjithë borxhlinjeve borxhin, madje thot mbeti edhe një pjesë e hurmave pa u shfrytzuar mu aty. Pastaj thot, shkova tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tregova pejgamberit e Zotit për atë se çfarë kishte ndodhur, dhe e pash se i dërguari i Allahut ka qenë i ulur me Omerin radiallahu anhu. Dhe pastaj pejgamberi i Zotit ju drejtoi Omerit dhe i tha: Omer, dëgjoj se çfarë po thot Xhabiri, ndërsa Omeri radiallahu anhu tha: vallë, a nuk e dinim ne se ti e i dërguari i Allahut, betohem në Allahun se ti për një mendje i dërguari i Allahut. Edhe këtë hadith e gjejmë pra tek Imam Buhariu me numrin e dorë 2601. Këto ishin 3 prej haditheve që lidhen direkt me ndodhinë e Xhabirit dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Xhabiri radiallahu anhu vëllezër tregon vetë dhe thot: para se të nisej i dërguari i Allahut në betejën e Uhudit, po atë natë baba jem ka thirrë, edhe më ka thonë: o Xhabir, e ndjej se unë jam njeriu i parë i cili do të vritem këtë betejë. Dhe i thot: o Xhabir, thot, gjën më të vlefshme që përlon pas vetës time është i dërguari i Allahut dhe jeti. Dhe thot: o Xhabir, thot, unë vërtet, thot, kam borxhe. Kthemi, thot, borxhet, edhe thot, kujdesu për motrat e tua. Dhe të nesër më tregon Xhabiri, i pari i cili ishte vrarë në betejën e Uhudit, pra i pari që i ka rarë shahid në betejën e Uhudit ka qenë, thot, baba im. Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu me numrin dorë 1351.
Pse është kaq i rëndësishëm kthimi i borxhit? Është i rëndësishëm o vëllezër kthimi i borxhit apo shlyerja e borxhit, sepse kjo ka të bëjë mes njerëzve me zveti. Pra nuk ka të bëjë me Allahun e lartësuar. Sepse insani kur e mëkaton Allahun subhanallahu teala, pendohet tek i madhi Zot dhe ja fal Allahu xhel. Ndërsa borxhi mes një tjetrit në dynjë, pra nuk falet nëse pra huadhënsi ta bën halal ty. Por ndryshe ti ki me dhon llogari para Allahut subhanallahu teala në ditën e Kiametit. Ka një transmetim prej Abdullah ibn Amr ibn Asit, djalit të Amr ibn Asit radhiyallahu anhu, e që është prej haditheve të sakta tek Imam Muslimi e gjem këtë hadith, i cili thotë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam duke thënë se shahidit i falen të gjitha mëkatet pos borxhit. Krejt mëkatet Allah ja fal shahidit që nga pika e gjakut të parë, ndërsa borxhin që ka të bëjë mes njerëzve, Allahu subhanahu taala pra nuk ja fal. Ndërsa me një hadith tjetër tek Imam Buhariu 2295 që transmeton Seleme ibn Akwa, i cili thotë: përderisa ishim me të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhis salatu wassalam, para tij e sollën një xhenazë. Dhe i dërguari i Allahut ju drejtuat pranishmëve dhe ju tha se mos ka borxh ky njeri, i than jo i dërguari i Allahut. Dhe i dërguari i Allahut ja falei namazin e xhenazës. Më pas thotë e pronën edhe një xhenazë tjetër. Dhe përsëri i dërguari i Allahut tha mos vall ka borxh ky person, i than po i dërguari i Allahut. Dhe i dërguari i Allahut tha faljani namazin e xhenazës shokit tuaj. Pra nuk ja fali vetë i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam, dhe pastaj u ngrit e bukatade dhe i tha o i dërguari i Allahut, borxhin e Rahmetlis e marr unë. Do thonë unë e laj këtë borxh dhe pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal edhe atij namazin e xhenazës. Thotë bukatade radhiyallahu anhu, të nesërmen ka taku i dërguari i Allahut dhe më ka pyet, o e bukatade, çfarë u bë me borxhin e filonit? I thash, o i dërguari i Allahut, ai djegtiç, më thonë, veç sa vdiç, më jep pak një kohë për me kthy. Ditën e dytë përsëri më pyeti i dërguari i Allahut, o e bukatade, çfarë u bë me borxhin e filonit? Borxhi i filonit ka qenë 2 dinar, nuk ka qenë shumë e madhe. E kështu me radhë, disa ditë i dërguari i Allahut e ka pyetur pra e bukatadën për shlyrën e borxhit derisa e shtyt atë borxhin dhe i thash, o i dërguari i Allahut, e kam pagu thot borxhin e filonit. I dërguari i Allahut tha, tani i është freskuar lëkura pra të vdekurit, masi që është kry obligimi apo kthyrja e borxhit. Dhe këtë hadith e gjem të saktë që transmeton Abu Davudi, Ibn Majah dhe e gjem tek Musnedi i Imam Ahmedit. Po ashtu dhe vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë borxh. Domethënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç tregon Aisha radhiyallahu anha, ka marrë 90 kg, pra 30 saha, ausak, ka marrë 30 që i bie 90 kg elb, ndërsa i dërguari i Allahut ka lënë pra prazmorën e tij në vlerën e sasisë sa ka marrë prej hebrejve. Domthon ka marrë 90 kg elb, mirë po e ka lënë pra mburojen tek hebreu në shkëmbim të asaj sasie të borxhit, mas dekës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra Aliu radhiyallahu anhu, në transmetim është përmendur që Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka shku dhe e ka shtyp borxhin dhe e ka marrë prazmorën që e ka lënë i dërguari i Allahut në vlerë të 90 kg elbit. Xhabiri radhiyallahu anhu vëllezër, pas vdekjes së babës së tij, nuk ka pas se si me a kthy borxhin borxhlinjeve të babës vet. Vetëm sen që e ka pas Xhabiri, e ka pas një kopsht me pallma me hurma. Po edhe ata nuk kanë dhënë shumë frut në atë vit. Kur janë pjek hurmat, Xhabiri radhiyallahu anhu i ka thirr borxhlit. Dhe i ka thonë, merrni secili hisin e juaj, ndërsa pjesa mbetur e borxhit ose falmani ose mashtyni vatën. Dhe secili prej tyre ka refuzuar. Jo. Pastaj çfarë ka bëu Xhabiri? Ka shku tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka kërkuar që i dërguari i Allahut me ndërmjetësu. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam ka ndërmjetësu për Xhabirin që me marr ata hisën, një pjesë të hisës, pjesën tjetër me ashty vatën ose me afal. Dhe asnjëri prej tyre nuk ka pranuar. Edhe pse ndërmjetësues ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasallam. Sikurse ata pranonin një gjë të tillë, padyshim do të shpërbleheshin në dynjë dhe në ahiret, po padyshim edhe bereqeti i asaj pjesë të marrur prej
mallit të Xhabirit, padyshim se do t'ju kishte shtuar aty. Mirë po, secili prej tyre ka kërkuar me marr borxhin e vet dhe jo pjesërisht, dhe pjesën tjetër në të kthen borxhin pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose ta shet Xhabiri kopshtin e tij dhe secili prej tyre të merr hisën e vet edhe për me la atë borxhin e babës së Xhabirit. Edhe pse ndërmjetësues ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u aprishi gjithë atyre borxhlinjeve, planet e tyre. Dhe i dërguari i Allahut pra u fut mesin e pallmave të Xhabirit, boni dua tek Allahu, e luti Allahun e lartësuar që të i jep bereqet pra pallmave të Xhabirit, dhe kështu edhe ka ndodhur, saqë Xhabiri radiallahu anhu e ka shly kret borxhin që e ka pas të babës së tij, dhe ka mbetur po aq mall sa ka pas borxh. Kanë ardhur disa transmetime se pallmat apo hurmat e Xhabirit kanë dhënë fryt për shkak të duas së pejgamberit 2 herë në vit. Kret kanë dhënë 1 herë në vit, ndërsa pallmat apo hurmat e Xhabirit kanë dhënë frutin 2 herë në vit. Pas kësaj pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç ka në një hadith tjetër tek Imam Buhariu, ku thot o Xhabir, thot shko thiri krejt borxhlinet, dhe Xhabiri thot i thira të gjithë borxhlinet, dhe i dërguari i Allahut ul dhe secilit ja mati borxhin që i ka taku një nga një, derisa thot deshi Allah i lartësuar që un ta paguaj borxhin e babës tan, ndërkaq thot isha personi më i lumtur që paguva borxhin e babës tan, edhe nëse thot nuk do të më kishte mbetur asnjë hurm për veten time dhe për motrat e mia, mjaftonte që un tash u lirova për këtë obligimi, pra e pagova borxhin e babës tan. Mirë po thot për Allahun e lartësuar, në atë turn të grumbulluara të hurmave që ka qëndruar i dërguari i Allahut dhe u ka kthyer borxhlinjeve borxhin e babës tan, thot e njëjta turn ka mbetur ashtu siç ka qenë thot në fillim. Pra nuk është harxhuar, ndërsa borxhi është pagu nga vet pra hurmat e bafshës apo të kopshtit të tij. Dhe hadithin e kemi tek Imam Buhariu me numrin dorë 4053. Prej dobive dhe mësime o vëllezër që mund të nxjerrim nga kjo ndodhi e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe borxhit të Xhabirit, e para shihet për kujdesja Xhabirit radiallahu anhu për me kthy borxhin e babës së tij. Dhe kjo tregon se sa rëndësi të madhe kanë pasur sahabët për me kthy borxhin e të vdekurve, që me liru prej borxhit të vdekurit. Praj mundi pastaj i lirë është pagu dhe nuk ka me dhënë më llogari para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo duhet të jetë edhe shembull edhe për neve. Nëse prind ton pra kanë vdekur dhe kanë lënë një borxh, mos me zgjat shumë borxhin, por me shku mi taku ata të cilët ka pas borxh tek ata, me pagu borxhin, ose me kërku me ashty borxhin, ose nëse nuk janë mundësi që ti me ja pagu, me kërku për tyve që ata me ja fal atë borxh. Dobia dytë është vëllezër kërkesa e Xhabirit radiallahu anhu ndaj huadhënësve të babës së tij, që ata me pranu një pjesë të borxhit dhe një pjesë tjetër të borxhit ose me ja fal ose me ja shty. Dhe kjo është argument që kur njeriu shkon me pagu borxhin, nëse nuk i ka komplet parët me pagu atë borxh, i mbetet një pjesë tjetër, nëse borxhliu ja fal, kjo e ka kryer me to. Do thonë nuk jep llogari para Allahut subhanahu wa taala, sepse këta janë marrë vesh për atë pikë. Më thonë nëse i ka pas 100 euro, borç 80 ja ka kthy, edhe 20 ka thonë halal të kofshin, do më thonë ti nuk ki kur një farë obligimi ndaj ti ditën e kiametit. Për atë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur Xhabiri kërkoi ndërmjetësimin e profetit, dhe i dërguari i Allahut ju tha atyre, tha merrni një pjesë prej borxhit, pjesën tjetër ose faljani ose shtyjani votën. Pra, mos kishte qenë e pranuar dhe shlyrje me falje, atëherë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do t'ju kishte thonë borxhinjeve të Xhabirit me e vepru një gjë të tillë. Dobia tjetër është vëllezër se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur interesave të shokëve të tij. Kur ata kanë pas ndonjë problem, kur ata kanë pas ndonjë hall, edhe hall më të madh se sa kthimi i borxhit nuk ka pas për Xhabirin. Për atë dhe i Xhabiri ka shku tek i dërguari i Allahut dhe ka kërku ndërmjetësim
për me ndërmjetësu për kthimin e borxhit të babës vet. Andaj, nëse dikush prej vëllezërve tonë, prej njerëzve tonë, ka ndonjë borxh ose ka ndonjë hall dhe vjen te ti që ti me ndërmjetësu tek X personi, lejohet një gjë të tillë. Mirë, po duhet me pas parasysh për kënd po shkon me ndërmjetësu. Shife mirë se a është ai person njeri i devotshëm dhe a është ai person i cili pra nuk nifet për keqpërdorim të emrit tonë. Edhe nuk nifet mos si person i cili është jo i drejt me borxhindet e tjerë. Duhet me pas shumë kujdes dhe përgjegjësia pastaj bie mbi ty. Dobia tjetër është vëllezër se del në shesh e pranimi i lutjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra i dërguari i Allahut kur u fut në mesin e pallmave të Xhabirit, e luti Allahun e lartësuar për bereqet dhe begati dhe Xhabirit i ushtun hurmat e kthei borxhin, i mbet një pjesë e hurmave për veten e tij dhe kjo e me tregu se ky është edhe një prej argumenteve të vërtetësisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dobia tjetër është vëllezër se kur huadhënësit kërkuan prej Xhabirit të drejtën e tyre që u takonte atyre në prezencë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra i dërguari i Allahut nuk u hidhru me kërkesën e tyre. Pse? Sepse është hak i tyre. Nëse dikush ti të ka borxh dhe e lyp cent, ti e ki për obligim ja dhon krejt atë borxh sa ja ki. Sepse është hak i tij. Pa marrë parasysh ty që të vjen mërzi. Jo, ti e ki për obligim sa i ke marrë me ja kthy. Pra, çfarë kërkuan ata për Xhabirit? Xhabiri tha, po jap një pjesë tjetër, ndërsa pjesën e mbetur ma shtyni votën. Jo, krejt i me kthy. Domethënë nuk ka të keqe. Pra, nëse ti e kini pjesë me avon, vaj ta lyp krejt, e kërkon prej te krejt, pra nuk është, domethënë, mu hidhru prej ti, nëse kjo është e drejta ti. Dobia tjetër vëllezër është se lejohet shlyrja borxhit më pak se sa vlera borxhlisë. Pra ti dërguari i Allahut tha, merr këtë pjesë dhe pjesën tjetër falja, ose pjesën tjetër shtyja. Nëse e pranon borxhliu, në rregull jemi. Kjo është sipas marrëveshjes paraprake. Dobia tjetër është se Xhabiri radiallahu anhu, pas që e la borxhin e tij, që e la baba e vet, i mbeti një pjesë tjetër e hurmave. Edhe këtë pjesë të hurmave pra e ka ndo edhe me njerëz të familjes së tij. Tham në fillim i ka pas 9 motra. 6 prej tyre kanë thënë ulemoja, kanë qenë të pamartuar, ndërsa 3 prej tyre kanë qenë të martuara. Dobia tjetër është vëllezër, siç ka ardhur me një transmetim që flet për mirësjelljen e atij i cili shkon edhe kërkon ndërmjetësues. Është hadithi tek Imam Buhariu me numrin dorë gjatë 250. Kur Xhabirit ju shtrëngu rrethi dhe ju vërsulën këtë borxhlit, ai shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe trokiti nderën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i dërguari i Allahut i tha, kush është? Tha unë. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ia ktheu Xhabirit me fjalën unë. Dhe thot Xhabiri radiallahu anhu, kjo fjalë e imja, kur më pyeti se kush është, unë e vreta si kurse e urrente një gjë të tillë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj o vëllezër, në për librat e sunetit e gjejmë se kur shkon dikush, mysafir ose shkon troket nderën e dikujt, mu përgjigj me emën dhe jo me thon kush je ti jam unë. Sepse shumë zore ka i Zoti i shtëpisë me ditë se kush është ai person. Por atë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur Xhabiri për presionit madh që ka pas, ka arruar dhe emrin e vet me përmendje. Kush je ti ka thonë unë jam i dërguari i Allahut. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi alaihi salatu wasallam ka thonë unë, thot Xhabiri, kjo sikurse e urrente një gjë të tillë pejgamberi alaihi salatu wasallam. Dobia tjetër vëllezër është se lejohet me u shly borxhi babës, borxhi vllaut, borxhi shokut, edhe nëse nuk janë prezent trashëgimtarët e atij borxhliu. Por nëse Allahu ta ka mundsuar ty me kthyni borxh të babës tonë, edhe nëse nuk është vllai prezent, edhe nëse nuk merr lehti pe vllaut tonë, nuk ka të keqe me pagu borxhin. Ose të vllaut, ose të shokut tonë. Pra nuk duhet me marr leje për vllaut për me pagu borxhin e babës. Ose për me pagu borxhin e një shokit tonë. E ke do menën, ta ka mundsuar Allah i lartësuar me pagu një borxh krye, sepse Xhabiri radiallahu anhu kur e kthei borxhin e babës vet,
ai ka pas 3 shikimtarë të 9 motra. Po asnjë motër nuk e ka marrë me veti dhe asnjë motër nuk e ka pyet për borxhin e babës, po e ka kthy vet komplet borxhin e babës së tij. Dobia tjetër o vëllezër është se lejohet tregtia me jo muslimonin. Po të njëjtën kohë lejohet edhe marrja e borxhit për jo muslimonin. Pra baba i Xhabirit ka marrë borxh për hebreut, edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam pra ka një borxh te hebreut duke marrë 90 kg erë. Dobia tjetër o vëllezër dhe e fundit është se nëse borxhliu përballet me jetesën e tij të rëndë. Domethënë ka një borxh, ati ju kanë ngushtuar senet për me kthy borxhin. Nuk pëlqejet që ti me i bo presion ati për me kthy borxhin. Sepse ai mi pas të jep, po gjendjen e ka sisoj, sistemi ne është pështet mur s'ka ku me shku. Edhe ti nuk duhet mi bo presion të madh. Po nëse është mundësia me ja falja, nëse është mundësia me ja shtyje, ndërsa sa i përket faljes dhe sa i përket shtyrjes së borxhliut, kemi argumente të shumta të pejgamberit alayhis salatu wassalam ku tregon për vlerën atij i cili ja fal borxhin ose për vlerën atij i cili ja shtyn borxhin. Për këtyre, atë çfarë transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, dhe hadithi është tek Imam Muslimi 2699, i cili thotë se kush ja largon besimtarit një breng kësaj bote, Allah i lartësuar ja largon një breng prej brengeve të ditës së Kiametit. Dhe pastaj vazhdon i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thonë, kush ja lehtëson borxhin një skamnori, Allah ka me ja lehtësu gjendjen këtë botën tjetër. Dhe po ashtu kemi hadithin tjetër të pejgamberit alayhis salatu wasallam, që është tek Imam Buhariu, thotë Allahu e mëshiroft atë person i cili tregohet tolerant, tregohet mirësjellës, kur shet edhe ble, si dhe kur merr ose e borxh. Kur merr dhe kur je borxh. Po ashtu kemi hadithin tjetër që transmeton Ebu Hurajra, dhe është tek Imam Buhariu 27:8, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një tregtar ju ka dhënë borxh njerëzve. Dhe kur ka ardhur koha e kthimit të borxhit, nëse ka qenë ai që i ka marrë borxh skamnor, i ka thonë shërptorëve të tij, faljani borxhin krejt. Ai që s'ka pas mundësi me ia kthy, ka thënë faljani borxhin krejt me shpresë se Allahu azza xhela ka më na fal neve, dhe Allahu subhanahu wa taala pra e ka fal atë person. Dhe po ashtu hadithin e fundit sa e përket vlerës dhe shpërblimit të atij i cili fal borxh ose e shtyn borxhin, që është i madh tek Allahu subhanahu wa taala, është një hadith i gjatë, mirë po pjesa fundit neve na intereson, që transmeton sahabi Abu Yasiri se i dërguari i Allahut ka thonë, hadithi është tek Imam Muslimi 3006, thotë atë që ai i cili ja shtyn afatin borxhliut ose skamnorit dhe pastaj ja fal skamnorit këtë borxhin, Allahu ka me strehu në hijen e arshit të tij ditën e Kiametit. Pra këtë hadith e gjejnë tek Imam Muslimi. Ky është edicion për sonte. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpërblet për ndëgjim.